sot nuk është e mira materiale apo diçka e nxehshme, por është problemi të mohimi i drejtës ligjore. Është një fytyrje për sakrificën tonë dhe gjakun e derdhur për këtë vend. Unë kërkoj nga opinioni publik qeveria që të reflektoj, sepse kjo nuk është vetëm ndaj nesh si veteran, por për vetë vlerat mbi të cilat të ndërtu ky shtet. Për neve është shumë e vështirë të diskutojmë tani për këtë çështje pas 27 viteve. Sepse diskriminimi asnjë kemë menduar ndonjëherë. Por sipas darjes që janë krijuar sidomos ndaj veteranëve, të shërbimeve publike, në këtë rast me dhe shumë kolegëve të mi që punojnë në sektorin publik, nga ajo privat, duket se është shumë e pakuptim. Problemi është që jo vetëm unë, por shumë kolegë të mi, edhe kur ju kanë drejtu, nuk e di tani këto kohëve të fundit mas vendimit gjykatës supreme, por edhe kur ju kena drejtu endit të pensioneve, faktikisht as drejtën elementare, që na garantohet me ligjin e procedurës përgjithshme administrative dhe norma tjera nënligjore për kërkesa, ankesa, për ashtresa, madje as atë drejt nuk na ka ndonë spaku me pas një kërkesë qoftë edhe refuzim. Ne mos flasim tani për këto tjera. Edhe kështu që qysh në start, një farë forme e na pengu. S'po e them që në qëllim, nuk e di arsyen e atij vendimi, por kur kena shku me marrë vendimet, na kanë thonë që kemi vendim nga lartë që këto kërkesa mos me I trajtu. Po sigurisht që është kjellje drejtave dhe ne mendojmë që edhe ligji I parë, po edhe ligji I dytë asnjëherë nuk na I plotson ato kërkesat tona, do thotë për një trajtim me dinitet veteranit ushtrisë shqiptare të Kosovës. Megjithatë këto ligje janë votuar prej deputetëve të Parlamentit të Republikës tonë, prandaj ne do të avokojmë gjithmonë për secilin veteran, qoftë në sektorin publik që punon apo në ato privat, megjithatë nuk është diçka që është në dorën tonë, por gjithmonë ka qenë në dorën e deputetëve të cilët e kanë ngritur dorën e kanë votuar këtë ligj. Ligji nuk e parashë që përfiton veterani I cili është I punësuar në sektorin publik që ka të drejtën me përfitu prej këtij 50% të pensionit të veteranit. Prandaj ju jepet mundësia vetëm atyre veteranëve të cilët janë punësuar në sektorin privat. Jo, nuk e kanë asnjë mundësi veteranët të cilët punojnë në sektorin publik me shfrytëzu këtë të drejtë për shkak se specifikohet sakt në ligj, pra në këtë ligj që është votuar në vitin 2016 që këtë drejtë e kanë vetëm veteranët të cilët punojnë në sektorin privat. Atëherë, sipas ligjit për veteranët dhe po ligjit që është ndryshuar, vetëm veteranët që punësohen në sektorin privat kanë të drejtën ta gëzojnë edhe pensionin e shtetit, pra nga skemat pensionale të financuara nga shteti, por jo edhe veteranët të cilët janë të punësuar në sektorin publik. Ky është një diskriminim, ky është një dallim në trajtim të qindra mira veteranëve në Republikën e Kosovës, që shteti vet e ka bërë me miratimin e ligjit për veteranët, pra nga propozimi I qeverisë dhe miratimi I Kuvendit të Kosovës me ligj në legislatura e 10 që do të vijë, që në muajt e parë, pas formimit të komisioneve parlamentare, do duhet që të iniciojë ndryshimi I ligjit për veteranët në mënyrë që me u heq kufizimi që veteranët me e gëzu edhe pensionin kur ata punësohen në sektorin publik. Një çështje të tillë do duhet të ishte urgjente, sepse aktualisht edhe sipas ligjit këta janë duke pasur dallim në trajtim. Se një shtet që nuk I trajton me dignitet, ata që sollen lirinë, rrezikon të humbet edhe besimin, jo vetëm kësaj kategorie, por edhe të qytetarëve. Sakrificat janë shumë, nuk janë për mu diskriminuar asnjë kategori, po